Të themi të vërtetën dhe të qëndrojmë këmbë në tokë, sigurisht që siguria mbi konsumin e ushqimeve në vend se të ngrihet me evoluimin e kohës, ka rënë. Pra njerëzit sa vinë edhe janë më të pasigurt. Të paktën në Shqipëri e shoh rëndon kjo sepse jashtë njerëzit janë më të orientuar, i kanë produktet e emërtuara organike industriale të emëra dhe ti zgjedh edhe merr atë që dëshiron, ama ti je koshient. Kurse në Shqipëri, duke qenë që ka një lloj vakumi apo një lloj amullie në mënyrën se si funksionojnë gjërat, sigurisht që sigurinë e kemi edhe më të ulur. Nga ana tjetër, dhënia hapësirë e shumë individëve nëpërmjet rrjeteve sociale, mediave e tjera me radhë e ka rritur edhe më shumë frikën, sepse shumë njerëz dalin dhe thonë kjo është kancerogjene, kjo nuk konsumohet, këtë nuk duhet ta ham e tjera me radhë, pas njerë nuk japin një alternativë paralele të shëndetshme. Se unë po them mos konsumo patetina, por po të them ti mund ta bësh edhe në shtëpi këtë patetinën në këtë lloj forme alternative, se unë si i rritur e di që duhet ngrënë perimet, po fëmia im, pavarësisht se mund t'i flas në shtëpi, bie prej tundimeve të kioskave apo shkollës apo kudo tjetër. Apo në një ditëlindje në shkollë sjellin ato ushqime që ne në shtëpi nuk i konsumojmë.